Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Me një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka dikush që vjen spital thotë i poshtë Ministri e Financave nuk e don as partia e vet. Nonën e që din komaran ajo punë e mova, më dëtë. Me kanë Abdullah Hotin në një parti të udhëhequr nga Primera Partia. Miqtë e gazetës Infokus dhe televizionit Dugagjini. Kthehemi me podcastin javor, edhe kësaj here kam të ftuar një musafir, një personalitet të veçantë që besoj të gjithë e njeni prej veprimtarisë e tina për çështjen kombëtare, që ka qenë një prej veprimtarëve më të hershëm, ish i burgosur politik dhe që nuk ka rreshtur asnjëherë në këtë kauzat dhe çështjet kombëtare, ndërsa sot e kemi deputet të Kuvendit Kosovës. E kam të ftuar Nait Hasanin. Nait, faleminderit shumë për kohën që ke nda. Me bashkëbisedu në këtë podcast që na flasëm shlirë dhe flasëm pa dorza. Po du me nis me seancën e fundit Kuvendit. Pandej me dalë të pjesa tjetër aty ku mu më interesan mas shumë ti e ndoshta je për zera ma kritik që nuk jenal kur në ata që është gjykata e padrejt, tribunali ku po akuzohen krerët e UÇK-s. Faleminderit shumë për ftesën dhe emisionin. Besoj që në njihmi që moti nga aktivitetet që kena pas, po seancët e Kuvendit në kanë favorizu më shumë të bëmit një orë si deputet, për shkak se i kemi çdo 48 orë. Dhe këto seanca dhe e sotshmja që është e 25-ta e radhës që shkoj, që nesër e kemi të 26-tën, po ashtu janë dështime politike partisë që i ka fitu ose që ka dalë e para, sepse zgjedhjet nuk i ka fitu. Dhe partia që ka dalë e para ka dështu për 25 herë ta bëj zgjedhjen. Asaj i takon veprimi. Asaj i takon ta gjë mundësin ta bëj Kuvendit ose institucionet e Kuvendit. Ajo ka met në mentalitetin e 2021-shës, kur i ka fitu zgjedhjet me 50% dhe mendon edhe tash që është në mënyrë absolute fituese. Edhe të tjerët i kanë borxh t'ja votojnë. Në Kuvend Kosovës nuk i ka borxh askush, askujt. Aty kanë ardhë dhe kem ardhë si përfaqësues të partive politike me votat e qytetarëve. Qytetarët kanë votu këtë gjendje. Ata kanë mund të votojnë të japin përsëri 50%. Po ata nuk kanë votu. Ata i kanë tregu që ti i ki hupë zgjedhjet. Ti ki dalë e para. Po duhet në demokraci të kesh bashkëqeverisje me parti tjera. Me parti tjera të krijosh institucionet. Ata nuk po mund binden nga kjo, që i kanë hupë zgjedhjet dhe janë të partë, dhe sillen sikur fitues. Dhe kjo është ajo situata në cilën jemi. Gjendja e tyre politike e cilën nuk po mund ta bindin vetën. Dhe për 25 herë ka dalë. Disa herë ka qenë votimi hapt, tani kanë bërë një ndryshim që bëjnë edhe votim të msheft. Që si mundësi të ketë vota edhe nga të tjerat. Kënse se deputetët kanë presionin nga kryetarët e partive që mos të votojnë.
Pavarësisht që të gjithë po jena të bindun që nuk edhe interpretimi i gjykatës kushtetuese nuk i jep drejt që mund rrunë në proces e sipër kur nis procesi. Aty do ta shohim vendimin. Varësisht prej pyetjeve që janë bërë, ato do të japin përgjigjen. Përgjigja e tyre do të na lehtësojë neve punën më tutje. Përndryshe jena në këtë blokad ose këtë ngërç ose në këto gjendje që jemi sot. Kjo gjendje mund të vazhdojë derisa nuk e kemi një vendim tjetër. Ose partia e parë nuk bën një zgjidhje tjetër. Nëse ata bëjnë një zgjidhje tjetër, do ta kemi reflektimin me njëherë. Kështu që e shohim të pasgjidhur për momentin. Kena shumë tema me cilat edhe kështu kur po rrim privatisht na prekupojnë, na shqetësojnë njerëzakonisht shumë. Prej asaj na që na po e shohim që po ndodh atje në tribunal me kërët e UÇK-s, por edhe situata aktuale në vend, rritja e çmimit të energjisë elektrike, tensionet të mëdha në kuptimin e pakënaqësisë qytetare me çmimet që po rriten çdo ditë. A po e sheh ose edhe personalisht, a pi u vran, a pendini pak një farë me vran ndërgjegja se cilin që me u mojt një vend, shteti me u mojt peng i një kryenëqësie të kujna do qoftë, këtë rast kryeministit në detyrë. Albin Kurti për më u lidh për një emër, dhe Albulena Agjiun. Dhe është e rënë, pe përsëriti edhe pe thëmë, se po kam përshtypjen që shumica e ndin, një për deputetëve ma tha një ditë që kur ma i tërpërumë sot me kanë deputeti Kuvendit Kosovës nuk gëmni. Se kënejna hallet edhe kërkesat e qytetarëve, aty në që kanë votu, janë të panumërta, ndërsa aty nuk po gjinë zgjidhje, nuk po keni që me bo. Se me thonë, shteti, sikur me thonë, po mohat peng. Mendoj që nuk është punë të shteti, është lufta për pushtetin. Po, pushtetin. Shtetin e kena, e këna kriju shtetin me mundin, sakrificën, gjakun e dëshmorëve. Luftën e ushtrisë çlimtare të Kosovës. Është një kapitull i mbyllur i shtetit. Kena të bëjmë me luftën për pushtet. Po. Luftën për pushtet nuk është kryenëqësi, po është interes politik i partisë për me qenë pushtet. Dhe ai do t'i mbrojë dhe do t'i ruaj interesat e veta. Për neve që jena pjesë e opozitës ose pjesë e partisë dytë, është lufta e opozitës për me mbrojt interesat e elektoratit vetë. Se kemë bëjmë luftë për pushtet. Ndjeshmëria e gjithë kësana rritët kur ne kemi edhe një betejë shtesë jashtë kësaj, që betejë jashtë kësaj është gjykata speciale. Kjo na rrit ndjeshmërinë. Dhe kjo tani na sfidon për veprime, sepse atje janë duke ecë veprimet. Atje procesi po vazhdon. Nuk është nalë atje procesi me na prit neve këtu. Derisa atje po vazhdon procesi me mbrojtjen, me prokurorin, dhe presim apatet kur ata mund të përfundojnë këtë çështje, ose të mbyllët të nxjerrë vendimi i gjykatës, ne mirëmi me çështjen e pushtetit. Prandaj, në vend se ne kemi institucione, që duhet këto institucione kanë përgjegjësi për me humor me që përgjegjësi shtetërore për mbrojtjen, për me bo lobime, me shku të shtetet tjera, me pas një ministër të përgjegjshëm të jashtëm, një ministër të përgjegjshëm të drejtësisë, me si institucioni Kuvendit me nxjerrë rezolutat që i shkojnë Shtetet Bashkimit Evropian, edhe në Bruxelles në Parlamentin Evropian, edhe bëhet thirrje edhe treguohet që këto janë akuza të inkriminuara ose të mbledhura, të përgatitura nga institucionet e Serbisë, nga njerëz të ligj shqiptar shqipfolës, edhe t'ju thuhet këto nuk vlejnë, sepse ka qenë një luftë e drejtë, ka qenë një luftë qytetare, nuk ka qenë një luftë kriminale, edhe ne e mbrojmë këtë drejtë. Ky Kuvend i Kosovës, ky shteti i Kosovës është kriju nga kjo luftë çlirimtare e shqiptarëve.
edhe këto e kanë ndikimin. Bëhet lobimi i ministrit jashtëm, bëhet rezoluta, Shteti, bëhen komisione hetimore, gjitha këto janë pjesë e mbrojtjes. Atje duhet ta kuptojnë se cili nuk është Hashim Thaçi. Kjo është lufta UÇK-s. Atje është ushtria qendrore e Kosovës. Atje është presidenti i vendit. Atje është kryetari i kuvendit. Atje është kuvendi. Atje është shteti i Kosovës. Shumë e vërtetë. Dhe atje duhet bëhet përpjekje këtu për atje. Nga secili që e ndjen dhe sot e ndjen veten të lirë në Kosovën e lirë. Çliru me Kosovën nga Serbia. Ata duhet bëjnë përpjekje. Duhet i vret ndërgjegja edhe familjet e dëshmorëve, edhe invalidët, edhe veteranët, edhe shoqatat, edhe qytetarët, edhe ata që s'kanë bërë kur gjë për lirinë, që sot janë të lirë në për Prishtinë e në për Kosovë, duhet i vret ndërgjegja për mbrojtjen e këtyre vlerave. Sepse me 2 policë Prishtina është kontrolluar, është menaxhuar. Fatkeqësisht, realitet që e mbaj mend. Sot, çfarë do shkohet natës dalin lëvizjen të lirë. Shkojnë në vendet ku dojnë me shëtit të lirë. Shkojnë në për shkolla. Kush si nguc. Për që lirie për që të shtet që Është derdh gjaku. Po, edhe që sakrifikun, kanë pres që ta njerëz, sot që të shtet nuk po... 3.000 dëshmorëve është derdh gjaku. I 11.000 viktimave. I 1.400 fëmijëve. Të thotë, kjo tokë është la me gjak për liri, për çlirim, për me qenë sot lirë. Edhe e kem shtetin. Prandaj, duhet bëhet për mbrojtjen e këtyre vlerave. E tani, ku nuk i kemi këto institucione, që ky ngërçi, që kjo dështimet në vend senat, kem institucion atje përballet sot, tjetë në Bruxelles, tjetë në Hag, tjetë në Itali, Gjermani, në Francë, po tjetë edhe në Amerika, në Angli, t'i prezentoj me dëshmi, na jemi mbledh në ngërç edhe nuk lëvizmi. Si shtashta s'me u diskutuve kjo, tani, si me thonë, lufta politike edhe për pushtet, ish dash me kanë diçka krejtësisht e natyrshme, por rreth qësaj rreth që ti problemi me cilën ballafaqohemi. Kjo as nuk është dash mund diskutu, për shkak se shteti ka obligim. Ndërsa sot na po shohim që po bëhet luftë politike edhe me ato që është mbrojtje edhe që është obligim ligjor, kur pja nxjerrin sa pare po paguhen mbrojtja e tyre. Janë disa veprime kinse ligjore quhen. Po. Tot shkojnë në vizit, fletin filon hoteli, kaq pare i ka, kaq kushtoj bileta, kaq kushtoj ajo. Çështja e Kosovës nuk është çështje biletas. Gjykata speciale nuk është çështje avokati. Shumë vërtet. Gjykata speciale është shteti, mbrojtja e shtetit. Mbrojtja e shtetit nuk ka çmim. Për shtetin u derdh gjaku. Për shtetin kanë luftu që 100 vjet kanë luftu me Serbinë. 100 vjet është derdh gjak, është bërë shpërngulje, migrime, tortura, dhunë. Për shtetin nuk ka çmim leku. Për shtetin duhet me dhënë çdo gjë për me mbrojtë shtetin. Sikur se po japin shtete të tjera. Prandaj, kemi dhënë 20 milion për avokatët, kemi dhënë 30 milion. E ult pak me. Kjo jo që është e ult, po është ajo ignoranca politike e njerëzve cilët nuk kanë dhënë asgjë për shtetin. Zotëri Najt, a janë ignorant ose a janë Ignorant çka politik. pa ditun politika është shenoncat qëllime. Po janë qëllime. Si me thonë, nuk tash kur përmenoj, nuk është me ignorancën. rastishme, këtë këta mekanizma që i përmene, se cili as një veprim nuk e bën për mbrojtjen e tyre.
qëllimet mbulohen me ignorancë. Okej. Se qëllimi i një grupacioni mrena është pikërisht ata që kanë bërë akuza vetë. Janë pro-Jugoslavët. Ata që i kanë hub pozicionet. Ata që nuk kanë dash më shumë Serbinë se Kosovën. Ata që kanë dash Serbinë e Jugoslavinë e nuk kanë dash Shqipërinë asnjëherë. Prandaj, ala është e grupi i gjeneratës. Ose pjesë e tyre janë edhe fëmijët tyre. Që kanë jetu mirë. A janë të veshur me shumë pushtet Ata janë të veshur me zotënaj. petkun politik, edhe në këtë petk e përdorin ignorancën dhe qëllimin. Prandaj, ata gëzohen mu gjyku dhe mu denu Hashim Thaçi atje. Jo si Hashim, po si politik, si luftë, Si luftë. si ushtri qëllimtar e Kosovës dhe si shtet. Se ala shojnë ondra që Kosova mund të kthehet në Serbinë. Kanë vdek ato ondra. Qysh nuk pedin këta njerëz që janë edhe në pushtet, po edhe qytetarët që këtu nuk, se themi, nuk do naj filozofi të madhe, nuk do naj shkollë të madhe, me ditë që atje janë të gjyku njerëz të cilët janë komplet që kjo histori e re e Kosovës, që u kanë me gjenerata edhe para jush, po që i kanë pri edhe që bënën luftën që u konsideru që lufta gojërile ma e pastër në botë, edhe që deri në shpalljet e pavarësisë, e shtetë ndërtimit, edhe sot me thonë nuk po kuptohet që kja. Ose sot me pretendu dikush që po dënohet Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe disa individ atje, kur realiteti po shihet që nuk është tendenca e një individi aty. Qysh mundën me konë njerëz në pushtet, qysh mundën me konë qytetarë që ka pa dishëm, ose që ka që ignorant, kur e prekin e përjetojmë që të realitet, kena jetu në qato vite të torturës, e të luftës, e të përjetime e këtë qytynë situata, edhe sot 25 vite mrapa, nuk kemi në rrugë generatat. Nuk kena, si me thonë, 50 vjetë mrapa, që unë zërmja u spjegu njerëzve se që ka ndodhe, kush janë këta njerëz edhe për çka pa akuzohen atje. Prap të them që në grupin e pushtetit deri tashëm ka pas mjaft njerëz që kanë mbledh akuza dhe i kanë çuar atje. Deklarimet e vet janë të ministrisë të jashtme. Që thot vetë në intervistë. Me fjalë të veta e ka thënë. Nuk ja shpifim na, nuk ja shtojmë, nuk ja ngjesim. Vetë ka deklaruar. Unë i kam çu gjykatë speciale dosjet. Kundër Hashim Thaçit. Thot, ala ma keq, ju nuk e dini kush është Kadri Veseli. Po të njëri që të ka shpallë pavarësinë, ku ti sot je në qëtë shtet, je ministri. Në vend se me të kalu këtë përmas, këtë gabim që ka mund të bëj, ajo e mbron këtë çështje. Do thot i nal vizitat, nuk i le ambasadorët me bë lobime për mbrojtje, i shkarkohen, kështu që veprimet kanë vazhduar në këtë drejtim. Kjo pjesë nuk e shohin Hashim Thaçin si qlerimtar. E shohin si kriminal. Këtu është lufta. E kuptoj luftën politike, zotë Najt. Pëtet, se luftë politike edhe jo që i një kam mirë të që i keni do kauzat, i keni bo, por jo për qatë pjesë. Hashimi për luftën është jam unë. Dhe unë kam mujtë me qenë pjesë e gjykatës. Po. Edhe çdo bash luftëtar është pjesë e gjykatës. Sepse atje është ndërmarrje e përbashkët kriminale. Nga shtabi përgjithshëm deri te ushtari i fundit dhe ai që i ka dhënë bukë dhe ujë. Që kjo fjali e përkufizon sakto që thënë. Kjo është në paragrafin e 35. Ndërmarrje, secili që e ka bëj çat. Paragrafi 35 i akuzës. Do thotë, dënimi i Hashim Thaçit atje krejt i dënon. Krejt janë dënum. Po. Pavarësisht a jam atje. Organizat. Apo gjithë ushtarët që kanë pjesë e kësaj orë. E tash, këtu është ajo lufta. Tash, e kanë pasë që kjo është elementi që muna eliminu
edhe me thonë që lufta na ka ardhur dhe liria na ka ardhur, na ka pikë për qiellit, për miqve tonë, rregull. Po deri në 95-ën, asnjë veprim nuk është bërë për Kosovën. Marrëveshja e Daytonit ka qenë për Bosnjën, Po. për Kroacinë dhe Serbinë. Askund s'është përmend Kosova. Su kanë radar kërkan. Vetëm kur ka dalë ushtria qëllimtare e Kosovës, ka marrë përgjegjësitë e veta, ka dalë ka thonë që do ta luftojmë Serbinë dhe do ta shirojmë vendin me çdo çmim. Me aksionet e saj është marrë bota. Ka dalë kanë thonë se pas ka edhe një çështje të pas zgjidhur në Ballkanë dhe në ish Jugosllavi. Që ka dhe Kosova si pjesë që duhet zgjidhur. Sepse ata njerëz po luftojnë. Po. Sepse ata njerëz kanë dalë malit. Sa ata e dojnë lirinë, sa ata kanë qenë shtypur, kanë qenë pushtuar nga Serbia. Edhe kur nuk e morën parasysh me mjete paqësore, Dhe erdhi momenti po. kur edhe erdhi Marsi, edhe u dash më pleju një familje me marrë vesh bota, edhe me ndryshu në Prishtinë pak mentaliteti. Prandaj, ky është procesi. Pa luftën tonë, Kosova kur nuk kishte liru. Shumë e Pa vërtet. luftën tonë, asë një tjetër ndërkombëtar shtet nuk kishte ardhur më na ndihmu. Shumë e vërtet. Aleanca e NATO-s ka ardhur me ndihmu. Në paragrafin e vetë natyrisht e ka ndihmë humanitare, Po. po ka ardhur sepse Po në ka realitet që ka këtu është duke zhvilluar një luftë. Po. Dhe ka ardhur qatë luftë me mbrojt edhe me ndihmu. Sot kena lirin. Luftës son, edhe ndihmës që na kanë dhënë. Kështu që bashkarisht Kosova është liru, Kosova është shtet, edhe ne duhet ta mbrojmë luftën tonë. Ku ka bum zotrin Ajt që erdhëm në që degradum në çet nivel. Secili prej neve kështu si më thon me kemi pas kritika që ndoshta zhvillimi i shtetit, faza e rindërtimit, formimit të shtetit, institucioneve, ato proceset që keti dim, ato standardet që u dash me i plotsu, me kalu prej administrimin ndërkombëtar me Keulex 100 kthell me ndërtu institucione serioze. Si më thonë që to duken që janë shumë të mëdha dhe të rëndësishme, ka njëherë në retro kur e shoh i kemi bën shumë më të vështira, po i kemi rrjedhë dhe i kemi kriju më lehtë. Si me krijimi institucione, shtetet tjera kanë bën me vitet tona për me ndërtu institucione. Na prej shpallës, kur e kemi shpall pavarësinë, e ke pas gjykatën kushtetuese, e ke pas kushtetutën më të mirën që u konsideru, i ke pas ligjet, i ke pas funksionimin e mirëfillt të institucioneve. Ku gabum që, si me thonë, u përmbysëm në një rrugë tim, të cilin na ishim kritik që mujna me ecë dhe me hapa shumë më të shpejt. Ndërsa sot shumë një realitet këj tjetër që jemi të u ballafaqu me do gjona që, si me thonë, dhe nivel ministra, është një dhe fjala të thonë që ndoshta na nuk mujna me kanë edhe shtet. Po, ata që kanë marrë lehtë gjanat, natyrisht e kuptojnë dhe ata. Që kjo është? Po, mendoj që kena humb hapin herët, sepse kena qenë pjesë e administrimit ndërkombëtar. Hapin e kena humb ose kena thyj ose kena met në 17 mars në 2004. Ku ishin protestat. Okej, protestat, po. Trazira, në fakt, që Trazira. nesën prej Mitrovicit. Nga aty ne kena humb hapin. Dete aty Se kanë një narracion thotë që kjo kanë momenti kur ju përshpejtu disa veprime. dy veprime i ka, edhe pozitiven edhe negativen. Pozitiv është përshpejtu sepse nuk ka mundësi të kthehet në Serbi edhe një herë, E vërtet. edhe veprimet që kanë rrjedh nga ajo. Po. Deri në 17 mars, Bashkia Ndërkombëtare ka bërë përpjekje me pajtu edhe me kthy Kosovën në Serbi. Po, një marrëveshjes të rëmbujës. Prej aty
është mbyll dhe tani janë kriju rrethana të reja që me ecë përpara me raportin e KAIDES. Po. Ka lind nga e raport në Këshill të Sigurimit atje është miratu, edhe është lind nevoja që krijohet kushtet për një pavarësi të kushtuar. Po, ajo pavarësia kushtuar ka lind edhe ka shti elementet edhe të mbrojtjes së komuniteteve tjera. Po. Ajo mbrojtja e komuniteteve tjera, tani komuniteti serb është favorizuar. Kjo është këtë derivat pa mandej i planit Ahtisarit. Po, tani, ku merren obligimet, po. Tani këtu njërë pas një janë pengesat. Po, shtetet e fuqishme të tjera cilës nuk e kanë dash pavarësinë e Kosovës, kanë investuar. Po, që të pe kujtoj, në ka sfida ka gjatë noja këtu, se nuk kemi pas miq dhe partner këtë aleancën ndërkombëtare. Zhvillu ai procesi. Ky proces ka ardhur një pas një, na kena miratu pavarësinë e kushtuar paketën e Ahtisarit. E kena shpall pavarësinë me atë paketën e Ahtisarit, edhe janë zhvillu proceset një pas një. Ato procese kanë pas edhe negativitete. Po, kanë pas pozitivitet për shkak se ta ka dhënë mundësinë ti me u zhvilluar. Tani jemi kriju si shtet, kthejmë prapa skishte, edhe kështu që ka nesër. Moment që ka filluar njohja, 117 njohje që janë bë, do thotë kanë kriju një stabilitet për me ecë përpara. Po, komunitetet kanë qenë të favorizuar për mbrojtje, për siguri. Tani ka qenë lufta e kishës ortodokse mjaft e fuqishme dhe është e fuqishme. Edhe serbët nuk guxojnë, as komuniteti serb në Kosovë dhe në Serbi drejt për drejt pa urdhën të kishës nuk lëvizin gjë. Dhe kështu që nuk është kuptuar drejt edhe ky pozicion. Kur kanë shkuar me bisedat e Vienës atëherë, nuk kanë lënë anash këtë. E kanë favorizuar kishën ortodokse në raport me besimin islam. A ka mujtë më bo me nxjerr më shumë Kosovën në çdo proceset negociatore? Si themi pej këtyne të drejtat kisha, manastiret, drejtat e... Në fakt, na nuk e kemi kontestuar asnjëherë drejtat e pakistan, se jemi ka shumë dorë lirë, po edhe si popull e kanë mirëprit kuptimin e... Mbrojtja e komuniteteve është në djenë njerëzore, qytetarë. Madje këtu jemi tregu shumë të... Shumë bujar. Bujar, po. Po, nuk është shkelje në ti mbron. Po, sa. Po, mi favorizua shkelje. Shkelje shumicës. Sepse sot në vendin e Kosovës, pa 2/3 e serbëve, 9 ligje nuk muna mi të kalu. As ligjin për festa zyrtare s'muna me kalu. Që është ma i thjeshti. As ligjin për arsimin që duhet mi përmirësu rrethonat e kohës të edukimit në arsim. Do shta që kjo të minoriteti serb u bon moll sherri që sot na erdhëm në këtë situatë ku ti edhe na jemi edhe sanksione. Ndarja e komuneve, rritja e komuneve për me mujtë me bon nivelizim. Po. 5% e komunitetit serb e lun rolin e 95%-shit. I barabart me fuqi. Kanë ardhur raporte tjera që me bot darjen e 2 etnitete. Po. Do më thënë një federalizim të Kosovës. Këto janë gabime. Ndërkombëtarëve s'ju ka interesuar cila është procesi. Ata kanë pas interesa dhe intereset e fuqive të mëdha të tjera e kanë detyruar. Na të interesoj ke veç stabiliteti. Me majtë stabil, me ka gjendja stabile, me pas tensione dhe... Prapë është e njëjta gjendje. Po. Nuk kena hecë për para. Me bind një komunitet, me bind serbët që e kanë hup Kosovën, me kthy me dasht Kosovën, është bukur e vështirë. Nuk mund është njëtit njerëz që e kanë hup Kosovën, kanë luftu për Kosovën, ti kthesh tash me dasht Kosovën. Ata e duan për vete, por nuk e duan më për ty. Ata janë qytetarë të Kosovës. Me trup, me mendje në Beograd. Duhet kohë për me bind, për me ndryshu. Ato duhet me gjenerata. Me kohë dhe me tolerancë.
me ligje. Politika deri në ardhen për shtete Albin Kurtit, si themi, nuk ka desht shumë e umor atje, ka mjaftu që u kriju një institucionat atje, policia, gjykata këto. Ne kena pas. Edhe si me thonë, u ka një farë strategjie që mjalo kohës, se me kohë këta mujnë me u bo pjesë Bashkia ndërkombëtare dhe ne duhet të krijojmë qytetarë që e duan Kosovën. Duhet të krijojmë institucione që janë në shërbim të Kosovës. Kena kriju policë, kena kriju gjykata, kena kriju prokuror, gjyqtar, që i shërbejnë. Ju kemi dhënë vende të rezervuara, kemi lehtësu. Jepet mundësia gradualisht mu përmirësu. Edhe Hashim Thaçi, edhe Bashkia ndërkombëtare, brenda natës ka mujtë mi bën ndryshimet. Po kanë lyp mi bindin njerëzit. Po. Gradualisht. Me thënë po, edhe ky shtet është shteti janë. Ashtu që shërën binë pakica tjera. A beson që me pa pas, më ju pas zon kohë, ose mos me pa ndodhë që kjo që e pam tani që ndodhi me ardhen e Albin Kurtit? Me marrëveshjet ndryshme që janë bërë. Me marrëveshjet ndryshme që janë bërë. Duke duke normalizu marrëdhëniet. Politika amerikane, sidomos tash amerikanët kanë lyp mi normalizu raportet me Serbinë. Ose një politikë që kanë thonë, zhvillimi ekonomik, edhe mirëqenia e qytetarëve krijon edhe stabilitet. Tani mandej në ndërret nek ose çto probleme që kemi. Është model amerikan. Po. Amerikanët. A kish dhënë rezultat sikur mirë pas do koha? Tena jo. Jo, ha? Tena nuk jep rezultat. Okej. Se kem tjera mentalitete, tjera zhvillim. Po. Sunë me krahasu me Evropën. Ata kanë demokraci amerikane, ne kemi demokraci evropiane. Demokracia evropiane dallon pe modelit amerikan të zhvillimit. Jo, kanë shkollë me logjikën evropiane, se shumica e shteteve në Evropë kanë luftuar mes vete, po mandej demokracia evropiane e kërkon gradualisht me hec. Po. Amerikanët kërkojnë premie. Po. Kjo është dallimi. Okej. Po. E tash, në këtë veprim, ata janë pajtu që me normalizim. E normalizimi vjen, i heqim tabelat, i heqim disa shenja, i uqesim policëve shenjet, simbolet, lejot përdorimi flamurit, largohet një grup, izolohet një grup kriminal, luftohet një grup kriminal. Jo, në atë gjokësin me thonë, unë e zhbaj këta. Sepse krijohet reagimi. Në luftën kriminale, asë një shtet nuk thot pse e ki bo, i ke luftu kriminalet. Po, kur ata i marrin mburoj të tjerat, në mburoj, thot, ka dale se pesulmon komunitetin. Po, që e poshtë. E tash, këtu është bo lufta e drejt kundër kriminalëve. Po thot është rreziku komuniteti. Se tash s'kena policë, s'kena policë serb, s'kena gjyqtar serb, s'kena prokuror serb. Këtu e tash, komuniteti ndërkombëtar po na trajton neve si agresor në atë aspekt atje. Se përdorim dhunën e tepërt. Unë jam për veprimet që me pastruat. Mi luftu bandat kriminale. Mi luftu njerëz që mi luftu gjithë kriminalet. Shtetin, po shteti duhet ta ketë një strategji të veprimit kur është te komunitetet. Sepse ne nuk kemi të njohur ala ndërkombëtarisht komplet. Ne nuk kemi raporte me Serbinë që njohur si shtete. Po. Moment që jemi të njohur si shtete me Serbinë, problemi zgjidhet. Ne do të shkojmë gradualisht. I kena jo kena hek gjitha. Kena me hynë zgjedhjet lokale në 8 orë. Sot presidenti ai shpall zgjedhjet ose nesër dhe dalim në zgjedhje. Kur dalim në zgjedhje, kush do t'i fitojë ato zgjedhje? Kena kryetar komunësh me 200 vota. Kënë përfaqëson, ai nuk përfaqëson komunitetin. Na jemi me pas edhe qytetarët serbë, edhe komuniteteve tjera, edhe qytetarët shqiptarë që janë që e mbrojnë atë vend. Po,
do ta kemi parasysh zhvillimet. Apo Ne duhet të ecim hap pas hapi. Se shtetet e tjera kanë kalu me qindra vjeta dhe ku kanë ardhur këtë gjendje. po, Ne për 26 vjet e kena zonë botën. që ta e përmenall më herët, është Për krimi 26 shtetet, vjet, formimi për institucione, 26 ligje. vjet, na e kena zonë botën. Ndash në teknologji, ndash në arsim, ndash në zhvillim, ndash në drejtësi. Që ky kthim prapa në çeto që është bën, sonë shpeshherë thamë Nuk edhe është bën kthim investime prapa, madh. Jo, në nuk është kuptimin kthim prapa. pe kësaj pike ku e kemi nis, edhe ku kon objektivi, qëllimi, që me shku gradualisht këtu. Sot mund ta konsiderojmë se është kthim prapa, se sot ti më nuk i ki aleat që të bashkësinë ndërkombëtare, të cilat ka Tani një është mund një të tjetër, procese. tani është një tjetër. Jemi në sanksione, ndërsa je në pikën 0 sa i përket si më thon integrimit jo si kontroll me polici, po integrimit njerëzve, qytetarëve të atij vendi nëpër institucione në mekanizmat e shtetit. Lufta e shërbimeve të ndryshme e ka tregu rezultatin e vet me 24 shtator. 2023 me ke. Drejt, po. Një vjetë 2 po bëhen tash këto ja, për 2 po shkojmë. Me në banjë ai grumbull i njerëzve po. në uniforma, do të thënë agresion kundër Kosovës. I shtetit servis. Tu ka prodhuar një realitet tjetër. Edhe u zëton mundësia tani për mi luftu më hapur. Po. Edhe si banda, edhe si agresor, edhe si veprim politik. Strukturë shtetërore organizuar për Po. Kjo u dash më mbështet ka të gjithë. Si veprim. Është mbështet edhe nga misionet ndërkombëtare. motor, po. Po veprimet e pastajme u dash më zbut. Për me kriju gjendje më të favorshme. Në momentin e pastrojmë terrenin, tani do të krijohet. A ditë me kthy në favor tonin na e që Ne e hupëm këtë betejë. Jo, në fakt, E hupëm këtë betejë, ne e fitum betejën push terren. Po betejën politike. betejën politike nuk e Sepse gjithë aleatët që i kishin u bën kundër nesh. Sepse ata nuk donin kësi masa. Ata donin masat graduale. Jo kundër komunitetit, po kundër individit ata donin. po, Këta janë kretë njëjtë. Mentaliteti vjetër. Duhet mi dallu. Sepse nuk jemi vetëm. Nuk jemi në terrin informativ vetëm veprojmë që kanë vepruar më herët ku s'ka pas mjetit informimit. Që ato mjetit informimit e kanë ndërgjegjësu komunitetin ndërkombëtar me ardh aleanca më na mbrojt. po, e vërtet. Edhe këto mjetet informimit e kanë bërë këtë gjendje. Nga një pozicion i favorshëm, luftë kundër agresionit serb, 24 marsit, 24 shtatorit, janë kthy në izolim për neve. E tash duhet. Mendoj që ka hapësina për më përmirësu. Këtu deshta Duhet me ardhi. medal. Çka duhet me u bën në këtë situatë? Duhet presidentja, kryeministri, kuvendi, gjitha institucionet e sigurisë natyrisht, do të mlidhen të diskutojnë këtë çështje. Ta bëjnë një strategji, ta bëjnë një plan për me hesë më të tje. Përsia ndërkombëtare, çdo herë thot, për hapin më të tjeshëm duhet normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi. A duhet më bëu asociacione, a duhet më bëu asociacione, a çush duhet më bëu. Muna mi është mangë këti asociacioni edhe mas marrëveshjes ose dakordimit. Për komunitetin ndërkombëtar nuk është problem asociacioni. Për komunitetet serb nuk është problem asociacioni. Asociacioni është problem për Serbinë. Sepse përmes këtij elementi po, e shantazhon Kosovën. Po, sakt. Ata Ose janë ta kontrollojnë komunitetin serb. Ata janë të interesuar që me majtë Kosovën peng.
Kosova peng A është i pashmang shumë asacioni na jetë për Kosovë? Na krejt që to shaj kemi po... ka hapsina që mund të shmangën veprime që e dopsojnë. Ose një menqëri që me nxjerrë më të mirën për... Asociacioni nuk që peshte në kene asociacion të komunave. Po jo me elemente ekzekutive. Duhet me ullë njerëzit, komunitetin ndërkombëtar dhe me tonë. Kjo është. E marrëm thuj veç qeverisën e Bashkimit Evropian. Po themi që do të luftojmë dhe do të shkojmë për Bashkimin Evropian? Po, marrë modelet... Janë modele. S'kem nevoj me shpik. Qysh e kanë për shembull Bruxellit që ka dhënë për shtetet. Qysh e ki Slovenin me pakicët hungareze. Qysh e ki Italin. Qysh e ki atë tjetër ose këtë tjetër në anë. Kur që s'ka di. Ose që ashtu që kemi asociacionin e komunave në Kosovën, që ajo është modeli që u morë Evropian. Komuniteti Evropian e ka bo. Po, sakt. Dhe thot, hiqen masat ekzekutive që e bëjnë federalizime ndarje, edhe metat komunitetet në zhvillohen. Në ti mbrojnë të drejtet e tyre, në ta mbrojnë drejten e gjuhës, drejten e kulturës, drejten... Po jo, më na kriju kufizime, sepse me paketën atisarit janë bo kisha ortodokse është bo kufizuse. Kompromisi i shpallës pavarësisë. Janë kompromis, po pse bërsin islame e kanë lënë OJQ e këtë e kanë lënë po. Është në kushtetut. Ligji për lirin fetare tash që ka ardhë ku më ditë sa herë në Kovend edhe ka dështu, sepse duhen 2/3 e komuniteteve sërbe me votu, ai nuk kalon, sepse ata nuk dojnë me pajtu që Bashkimin Islame me regjistru, po me regjistru edhe një kish ortodokse shqiptare. Islame që përvajton 95%. Dhe duhet me regjistru kishën ortodokse shqiptare në Kosovë. Në moment që e regjistrojmë, ne kemi trashëgiminë dhe kemi mesjetën. Lufta politike speciale është bo, që neve muna lënë pa mesjet, pa të kalume, sepse kishët janë tonat. Njerëzve që kanë jetu këtu. Edhe kjo e Graçanicës, edhe Petrekon e Pes, edhe e Deçanit, manastiret, janë tonat. Po, ne duhet luftojmë për mi mbrojt. Po, jo me agresion. Duhet ta gjëmë gjuhën. Tani jemi shtet. Duhet kuptojmë se jemi shtet. Duhet luftojmë si shtet. Jo si individ. Vërtet, për më kthy te realiteti, kur e menon këtë këto tema, ndoshta i zhdasht ka po flisni ju, ke shtyje menu që ndoshta e këtë energjia jon politike, ndoshta i zhdasht me ka angazhune në çdo tema dhe në çdo procese, për shkak se na nuk i kemi mbyll hala këto. Çka shohim na e shohim këtë realitetin për të cilin po du më kthy prap te kuvandi. Qysh mundet mu te kalu që kë? Qysh mundet me u te kalu që kë hap ku jemi sot? A ka zgjidhje? Apo ndoshta jemi të prit në të kaluarën edhe pse u pabosi një keqe e madhe e shtetit ton, se kështu kështu e thëshin vetëvendosja, kur ndërhyke bashkësia ndërkombëtare edhe i ulën tavolinë edhe thënë duhet me bëni marrëveshje se shteti është para interes para partive politike dhe interesave individuale. Sot për shumë që nuk janë të interesuar fare. Madje as nuk po vinë kuvend më, përveç herën e parë çerdhën. Sot jemi a kena kadra, a kemi njerëzna që ulen sot dhe thonë ka dalë se u bë boll e teprum me këto situata, me këto lojra tulta politike, edhe duhet të jenë të vetëdijshëm partia parë, po edhe partitë të tjera që duhet më ulën me bë kompromise. Duhet me ulë me bën marrëveshje, dhe duhet me qit interesat e shtetit përpara interesave të pushtetit. A duhet me ardhë dikush me na ndërhyj këtu në jetë, apo bret që kena e pas një vetëdijsim në këtë rast pe partisë
që dule para në zgjedhje edhe tjerëve. A kemi mos sill kështu edhe disa javë, disa muaj edhe me pas kena tilla. Ndërsa çto temat për cilat shumicën e kohës na folëm, që to janë veç individuale që mund më të preokupu ty, më të preokupu mendjet që janë më racionale, që gjykojnë, që e shohin, që e kanë pak në dronën e rrezikut shtetit për shkak që ty në procesin. Unë shoh që ky proces i ndërhyrjes ose i angazhimit komunitetit ndërkombëtar për një zgjidhje nuk është interes. Për shkak se thot ne jemi tani më shtet. Nga 2016 ne kemi përgjegjësi tuja të plota. Kemi veç një monitorim. Para 2016 ata kanë ndërhy se kanë pas përgjegjësi. Po. Por unë mendoj që nuk u ka ndërhyrje, edhe mas i kemi shpall shtetin. Unë mendoj që na u dash me kuptu edhe pak si këshilla të veçve. Dhe pse kena pas shtetin? Po. Ata kanë ndërhyrë se ata kanë qenë monitorues drejt për drejt. Po. Të angazhuar kanë qenë. Dhe në 2016 po që ke pasat edhe kështu është njofte, pavarësi mbi këshyrën. Tani kena pozicionin tjetër. Tash jena shtetët, ju i zgjidhni vetë problemet. Ju e keni gjykatën kushtetuese, ju e keni presidentin, ju e keni kryeministrin, ju e keni kuvendin. Në ndajni mendim tjetër. Mos jemi me të pamiqë tash. Edhe ata nuk pëdojnë më të dimu për shkak se nuk e ditë mi trajtu ashtu qysh u zhdasht edhe qysh ndoshta kena pas obligim. Deputetët e Kuvendit Kosovës, partitë politike, kryetarët e partive, kanë hapësinë të veprimit. Kemi institucionin e presidentit, edhe kemi institucionin e gjykatës kushtetuese. Po. Dy vende ku muna më drejtu për zgjidhje të kësaj çështje ose të këtij problemi. E para, i drejtohesh presidentës, thotë nuk jam përgjegjëse për këto, në rregull je. I drejtohesh gjykatës kushtetuese, sepse ka pas vakum në këtë çështje. Vakumi është bo jo nga pavetdia, po është bo hapësina për shkak se është kuptuar një proces ceremonial i zgjedhjes kryetarit të Kuvendit. Po. Askush nuk ka pas se ky mundet me qenë një problem. Një çështje një ngërçit caktuar. Pra ata nuk ka hinë kushtetut. Mu përcaktu me afate. Po kushtetuta nuk mundet me parapoj çdo situatë që mundet më kriju. Në menoj që kjo është dash me ka ma shumë edhe përgjegjësi politike. Kryetarët e partive. Jo çka më na zgjidh gjykata. Edhe kryetarët e partive pjo konvenon kjo gjendje. Pjo konvenon. Edhe të opozitës e të pozitës. Okej. Për shkak se thonë dikush do të dorëzohet. Aq, secili e pret dorëzimin. Edhe këtu shohim se s'ka dorëzim. Me fillim kanë mujt ju drejtu me prioritete gjykatës kushtetuese, me pyetjet që me dhanë përgjigje. U dash me prit ku më ditë sa seanca për më drejtu, edhe me marrë alianca, me shku më drejtu, mi thënë, a ka mundësi më në zgjidh këtë çështje, sepse kena met peng i veprimet të ndryshimit procesit votimit. Nga procesi hapër në procesin e msheft. Tash ne jemi të prit veprimet e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese çfarë do veprimi do të merr, ne do të jemi përgjegjës, më përgjigj atij vendimi. E lexova ish kryetari i gjykatës kushtetuese e tha që nuk ka shanca gjykata kushtetuese, të paktën nëse mund na më referu për shkak që ka pas pozitën e kryetarit. Enver Hasani tha gjykata kushtetuese nuk mundet me dha version tjetër që mundet me u ndryshuar procesi gjatë veç me çka. Kemi votimin e hapur. Nëse nuk ka mundësi votimin e hapur vazhdohet me Albulin Agji. Po tani ndryshohet apo nuk ndryshohet? Ata kanë të drejtë ta vendosin Albulinën. A kanë drejt me maj çështu pra? Po kanë drejt. Kanë drejt, drejtë ty është. E drejtë e partisë parë është. Najt ata mund ta mbrojnë. Ata mund ta bëjnë zgjedhjen. Po. Ata mund ta shohin a kanë hapësinë për zgjedhje.
Ata du t'i bëjnë kalkulimet. Pasoja e tyne veç mund t'jetë politike, po jo edhe... S'ka ne veprim tjetër. Ama pak e ranë na jetë me... Ose nështë nuk është term e dur që përdori, po mu po mdoket sikur ose ty majt institucionet peng. Vallai ka tema të mëdha me u diskutu e me u procese, zhvillime, shërbimi qytetarit, se fundi jeni shërbim të qytetarëve. Këto pyetje... Tash dyqysh, si me thonë... Unë muj me t'u përgjigj, po du t'i bëjnë partisë parë. Po, dhe po, edhe... Aty është hipoteka. Ka kritiku shumë, por një ditë... Ata thonë, ju duhet muna votu se keni obligim. Një ditë I thash që... Obligime kanë ata me bë zgjidhjen. Ma për të madhe pja u shë, të zamë nuk u kanë ashtë në qëto nivele, për shkak se I kanë pas numrat, I kanë pas kejt, po për shkak çfarë kauza janë pas bë atëherë që një popull nuk I nënshtrohet në individi, apo të kujtohen protestat aty. Janë deklaratat e Albinit atëherë kur ka qenë Kadri Veseli kandidat, tanë zi e tërë ka fol kundër Kadri Veseli. Që tash? Kundër Partisë Demokratike, ju mund duhet me ndru kandidatin, ndrone kandidatin, kini kandidat tjerë. Sakt. Një republik, ajo ka nënshtru një individi. Se që kjo ma dje po dihet që është... Nuk është nënshtrim, ta thash ma herat. Nuk është nënshtrim. Ata e kanë zgjedh formën politike të zgjedhë sepse kemi luftë për pushtet. Luftë për interesat çati grupi politik. Këto ndryshime nuk vinë pa një qëndres. Prandaj, hapi duhet bëhet nga ta. Ata e bëjnë hapin, ata e bëjnë zgjidhjen, na jemi mbështetësit. Për mu, personalisht, kryetar Kuvedet është ceremoni, zgjedhje ceremoniale. Po të që kjo formalitet. Po, aty në konvenon se s'ka numrat mjaftueshëm. S'ka as për qeveri. A është ju bo, a kanë diskutu? Dhe këto janë kalkulimet e ti. A I shdash për mu është dom I madh që bëhet. Personalisht për shkak procesit në Hag. A I shdash me ja votu Albolena Agjiu, na më thonë hajde pe kalojna këtë proces. Po bëj, nuk është problem ja kaluan. E votojmë. Po çfarë ajo ka bën? E kryjmë me Albolenën. Çfarë procesi ai do të bën më tutje? A do t'jetë ai I gatshëm të bëjë veprime për gjykatën speciale? Me mbrojt ato vlera? Pa s'po ulet, se si me thonë me ulaj edhe me u thirr, me u trajtu në mënyrë të dinitoze. Pa I ka thonë me Partinë Demokratike, nuk do të bëj. Ti ulesh I thonë po t'jap votat në kompromis që sajna, po nuk do me nda për shtep. Koalicion me Partinë Demokratike. Ai po kërkon të njerëzit cilët mund të nënshtru dhe mi poshtru. Ai ka pasur që Partia Demokratike nuk mund t'i poshtroj. As t'i nënshtroj. As t'i detyroj. Që kishë Albin Kurti me kanë në pozicionin e ju I partia dytë, edhe me pa bloku ju qështu me një amen. Tonët zezët I ka bo 2016-17. Tonë I ka bo skalon gur pa lëviz kundër Partisë Demokratike, kundër Kadri Veselit, sepse ai ka qenë kandidat në të kohë. Ne kena ndëgju, ne kena prit, ne kena përcjell, sepse ka pasur një rregullore tjetër ka qenë. Ajo rregullore nuk I ka para po çdo 48 orë me majt seancat. Edhe kështu që o zgjata e proces, po nuk ka qenë kjo situatë. Tash, unë shoh për të madhe të Partisë Demokratike se duhet ta bëjnë një zgjidhje sepse ne kena edhe si kryetar të partisë kena një gjykatë speciale. Çfarë mund me bëj më shumë? Po kena edhe si president, po kena si bërë si çfarë mund me bëj PDK-ja më shumë se kaq? Duhet për me ofru një ofertë, më thonë, burrani. Hajde, çka do me bëj? Që po të vyn ty me votu, që po votojmë, po cilat janë ofertat? Ai jep çdo mbrojtje. Bjena çdo mbrojtje hes. Tani qeverin ta bllokoj prap. Me sa pe kuptoj, nëse që kjo lëvizje vetëvendosje, I shkoj gatshme mi u dal hakësh në pozicionet e shtetit Kosovës, me institucione, me qeverinë e Kosovës, që aty në burra që janë ty akuzun, ty gjyku në Hag,
ja kish vlejt me bë kompromis o mja votu PDK-ja. Kush do në dje kandidat nuk është me rëndësi. Me rëndësi është mbrojtja e luftës son gjykatën speciale. Okej. Me rëndësi është me fitu betejën atje. Që ky po thuaj është dash me kompromisi me çdo qeveri, kushdo në ato kryeministë, s'ka rëndësi. A është i gatshëm që lobon për këtë punë? A është i gatshëm që ata ministra që ku vend mi bo qëto? A i gatshëm lëvizja vendosë e Albin Kurti? Po sa është, sepse kemi pas nga ndoshta që kjo mund të jetë një për arsye, pse nuk do ndoshta me kanë, që po thotë 4 vite do të më në. Nuk kanë bë veprime. Veprimet e tyre janë të kundërta me procesin. Fatmir Limaj, pas takimit me Kurtin, nuk e kemi bën lajm, po e kemi pas informat, kështu që ka kërku votën e juj. Po. Ka qenë njerëz. Edhe ka qenë njerëz që ka thënë që unë jam, si më thonë, e ka marrë një lloj premtimi prej zotit Kurti nëse më rrin mi bë 2-3 vota që do të jetë kandidati. Fatmiri ka kërku votën time, me votu për kryetar të kuvendit. I kom thënë jo. Nuk e meriton. E kom përdor me një fjalë me përmbyll, dhe i kom thënë nuk e meriton sepse kisha shumë Albin Kurtin. Po. Ma kisha. Unë nuk e kom mbrojt Albinin. Unë e kom mbrojt vërtetën dhe drejtën. A të ka thonë që e ka premtim pe Kurtit që ka me kandidu për? Unë i kam thënë ma kisha për shkak në pozicionet tilla keni thonë është me Rusin, po, është me Serbin, është shpiun, është tjera. Kom thënë nuk është. Nuk është shpiun Albini. Çka ke nevojë me janë gjitë? Bashkë na qenë në burg. Me një deklarat nuk është shpiun. Është mbrojtje të aty në vlera, ka pas guximin i ka thonë. Ma keni shajt. Unë e kom mbrojt vërtetën, nuk e kom mbrojt Albinin. S'ka mujtë më konë dikush tjetër. E tash, Albini sot do bëj mirë për ty, veç që hajde votoma, e kom tonë bje keq. S'muj me ta votu. Si Fatmir, s'muj me të votu për pozicionin që e ki marrë. Plus, ishe në koalicion, hala po përfundu procesi, unë jap këto sato. Kjo të regon jo qëndrueshmëri politike, dhe se jo i qëndrueshëm politikisht, nuk e meriton votën time. Najte fillu me edhe pjesën më të madhe, unë mundu me diskutu për kërët e UÇK-s që po gjykohen në Hag, edhe po du me mbyll me një ndjenjë personale, individuale. Duke ditë që je i burgosur në politikë, vujt shumë në përburgjet e Serbisë, qysh po ndihesh kur e din që ata shoktut jonë atje. Është ndjenjë ma e veçantë se sa që mund me përjetu njerëz tjerë ose ata që ma herët në fillim kësaj bisede tha që e marrin si të mirëqenë, si të lehtë për shkak se nuk kanë vujt dhe nuk kanë ka pjesë këtyne proceseve, për që ta na shtallos pja din lirë. Për një pozicionit të jesh një burgosi politik edhe një miku tyre që shdish. Mas pari ne kena qenë bashkëluftetar. Kena qenë shok, kena qenë pjesë e istikameve bashkë. Po, ti ka deshtu unë t'jam pjesë të binë burg, ata të kanë vazhdo luftën. Edhe ata dhe unë kena mujtë me qenë të vramë. Unë kam qenë pjesë e burgjeve, ata kanë fitu luftën. Tani, unë e kuptoj që ka dhe me thonë një ditë me najtë në burg. Me ardhë me fitu luftën, ato beteja, ato rreziqe, ato kufi, mi përjetu ato granata, dhe me ardhë me shpall pavarësin, edhe me shku në burg. Kjo ka ndodhë dhe ndodhë veç të ne. Tani,
me shku presidenti i vendit, deklaruesi i deklaratës pavarësisë në Kuvend Kosovës me 17 shkurt 2008, ku gjitha i popull veç sheshi Prishtinës nuk i kanë zënë, ku ka pas shqiptar, ka pas manifestim në gjithë botën, dhe sot e qonë presidentin atje në burg për shoplaka, pse ki dhon ose nuk ki dhon urna, pse ki po ose nuk ki po. Në rrethana të tilla ka qenë e vështirë menaxhimi, sepse ki pas 150.000 ushtarë, police, civil serb të armatosur në Kosovë, s'ki pas ka me lëviz, e tash thuti autoriteti absolut. Për mu është ndjen jo një fish, jo dy fish, 10 fish. Sepse jam pjesë e lidhun. Unë jam këtu, ajo është atje, ose ata janë atje. Ne jemi një. Tash, gjykimi tyne është gjykimi im. Sepse kur gjykot, ai gjykot lufta jonë. Gjykon vujtje tona. Gjykot historia jonë. Gjykot liria jonë. Edhe këtë luft, këtë betej e bëj mos me leju me humb. Sepse hashime në Kosovë ka sa dush. Ndash Regja, ndash Kadria, ndash Jakupa, sa dush. Individ. I'm not përveç. Po është një hashim, është një Kadri, është një Regjep, një Jakup, që janë vlera e luftës atje. Që bartin histori, në atë që. Bashkë me neve me këtë që në kanë qytë ndërmarrje për bashkat. Bashkë jeni ushtria qëllimtare e Kosovës. Nuk duhet me leju me gjykuj ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Është vlerë krijuar me mund, gjak, sakrificë. Këtë vlerë vetëm ignorantët, vetëm bashkëpunëtorët të Serbisë nuk e duhen me mbrojt. Najt Asani, faleminderit shumë, ke kënaqësi. Ne duhet bëjmë përpjekje. Çdo gur duhet me lëviz për me mbrojt. Ndash me protesta, ndash me angazhime tjera diplomatike, ndash me kuvend, ndash me qeveri, ndash me kudo dhe me çfarë duhet lëvizim me miqt për me mbrojt këto vlera. Pajtohem plotësisht dhe besoj që pjesa më e madhe e shqiptarëve pajtohen me këta, për shkak se ty mbrojt këtona e mbrojmë lirin tonë. Të kaluarën, e mbrojmë lirin tonë, mbrojmë shtetin tonë. Që ata ku kemi me shku edhe të ardhmen tonë të fëmijëve tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit për jush. Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Me një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka Shkam dikush që vjen spital thotë i poshtë Nisën pranjes e finanzave nuk e don as partia e vet. Nonën e që din Komarana jo punë e madhe, Me kanë Abdullah Hotin në një apartament të udhëhequr nga primeri